Mirëma, shikues të nderuar, sonte do të flasim për rolin dhe rëndësinë e arsimit shqip në Mërgat. Kam të ftuar dy veprimtarë shumë vjeçar të dalluar të arsimit shqip në Evropë, që tashmë shumë vjet jetojnë dhe veprojnë atje. Me mua është Imer Ademi dhe Osman Ademi, të dy nga komuna e Vitis, të cilët jetojnë në Evropë. Zoti Ademi, mirë se vjen. Faleminderit, mirë se gjej. Nderuar ju, mirë se vini. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Pra se të flasi për temën në cilën jemi mbledhur, do doja fillimisht të na tregoni përvojën se si emigruat ju jeni në Gjermani, si ndodhi që shkuat atje, që sa vjet dhe si ka qenë ai rrugtim? Po, në Gjermani unë jam që nga viti 1992, konkretisht nga nëntori vitit 92, dhe që nga atëherë jam me familje dhe me punë në Gjermani, më konkretisht në qytetin Hildesheim afër Hanoverit. Atje jetojmë dhe punojmë. Që nga fillimi, do të 3 vite masi kam marrë të drejtën e leje qëndrimit atje, kam filluar me punë në arsim, pranë qeverisë lokale në Hanover, dhe prej atëherë, nga viti 1996 deri me sot jam aktiv në punën mësimore, procesin mësimor. Shkurja e jonë edhe imja personale, natyrisht se cili në individuale ka arsye dhe shkaqet e migrimit në diasporë. Vitet 90 janë të njohura për të gjithë shqiptarët se çfarë gjendje dhe çfarë situate ka qenë atë kohë. Dhe e imja ka qenë pak e lidhur më ngushtë me çështjet jo edhe aq politike, po më tepër me çështjet e sistemit të mbrojtjes dhe me zhdashtën për të ikë disa rrethonave jo të këndshme, me zhdashtën të në një kohë shumë të shkurt të largohem nga Kosova që mos të bi preje e do të thot atyre mobilizimeve që kanë qenë në kohën e fillimit të luftrave të përgjithshme në Jugosllavi. Dhe kam shfrytzuar rastin që në nëntor të vitit 92 jem larguar nga Kosova, duke menduar se nuk do zgjat ajo amolli dhe ajo, por siç po shifet edhe po shihni që ne jemi sot këtu. Dhe këto vite që kanë kaluar, domethënë janë pjesë e jetës time dhe tani më veç jemi adaptuar në kushte dhe në jetë të re në diasporë, por fati është që kemi arritur me aktivitete, me punën që përsëri Kosova të jetë ajo që kemi dashur gjithmonë. Sa vjet shkuat në Gjermani? Në Gjermani, po deshta të them para se të shkoj në Gjermani, unë këtu në Kosovë kam punuar në gjimnazin tani Kuvendi Lezhës, atëherë ka qenë me një emër tjetër, kam punuar nga viti 1987 dhe 1988. Dhe pas kësaj periudhe, para se të shkoj në Gjermani, kam qenë në një vend tjetër, kam qenë në Afrikë, kam punuar në Libi bashkë me bashkëshortën time. Por, për shkak të dëshirës dhe vullnetit që duke parë se nuk isha i ambientuar dhe nuk arrita të ambientohem në atë hapësirë, me jetën dhe me kushtet, jam kthyer përkohësisht në Kosovë, në atë pjesë nga viti 90-92, por me disa lëvizje në drejtim perëndimit, po si thash më herët, në vitin 1992 kam vendosur definitivisht të largohem për shkaqe personale. Për ju, zoti Ademi, si është përvoja juaj e daljes në Evropë? Për ta relaksu pak emisionin, shpesh me nxënësit e mi kam nxënës që janë vlladh, motër ose dy vëllezër, dhe kur të pyes njërin si keni kaluar fundjavën, thonë njëjtë si ky mësues. Do thotë, meqense ne jemi vëllezër të ta bëjnë të ditur për shikuesit tuaj. Parafërsisht ngjashëm pas diplomimit, unë kam diplomuar në vitin 1987 në degën e historisë. Rrethonat në Kosovë krijuan asesoj shumë të rënda dhe është e njohur ajo periudhë për secili që tha dhe vëllau ose kolegut është rrugtimin e vet dhe unë në vitin 1990 kam emigruar në Vjenë. Dhe aty kam mbetur që nga ajo kohë, do thotë që tash edhe pak 35 vite bën që jam në Vjenë. Në kryeqytetin e Perandorisë Habsburgit, në kryeqytetin e Vjenës. Vjena është një qytet i mrekullueshëm. Zoti Ademi, po si jeton një shqiptar sot në Gjermani? Sa janë të integruar shqiptarët atje? Tani me krahasu periudhën kur unë kam shkuar në atë kohë, në vitet 90-ta,
kur një fluks i madh, numri i madh i shqiptarëve me familjet e tyre, po edhe në mënyrë individuale, ishte numri shumë i madh dhe gati çdo ditë vrehej se mbushin ato konviktet ose ato e azylit ose kërkesave për azyl të shqiptarëve, një numër i madh në mes viteve 90, 92, 3, 4, do të thotë kanë lëvizur mjaft atje. Dhe t'ju them të drejtën, ishte kohë e vështirë për të gjithë, por ne të gjithë mundanim që ata që vinin të ndihmojnë në forma të ndryshme. Unë kam punuar mjaft edhe me një zyret për refugjat në qytetin ku kam qenë aty 2 vite, 3 vite nga 92 deri në 95, 96. Duke u ndihmuar në forma të ndryshme që ata të rehabilitohen edhe të arrijnë që të gjejnë veten në një mënyrë ose në një formë. Për arsye se të gjithë me një familje ishim të hutuar të gjithë, sepse mendonim që ne shkuam dhe nuk do të kthehemi më kurrë. Ajo bindja e parë që shkon njëri diku, atë mendon që nuk do të, por fatet e jetës nuk dihen dhe ne jemi angazhuar fillimisht në aspektin e organizimeve politike ose formave të ndryshme, lëvizje të ndryshme. Ajo partia që sot është LDK, unë për mendimin tim ka qenë lëvizje e madhe politike që ka pas një jehun të madhe edhe në Gjermani, edhe në Perëndim përgjithësi, dhe në një farë mënyrë me dashje ose pa dashje me bashkangjitur që të ndihmojmë çështjen e Kosovës. Dhe nga viti 92, 93 kam qenë edhe pjesë aktive e kësaj lëvizje deri në vitin 1996, edhe më tutje deri në vitin 1998, kur u formuan disa komisione, disa organe për të ndihmojnë mbrojtjen e Kosovës me atë qeverinë e ekzil që ka qenë atë kohë. Dhe gjithçka nga ne është bërë mas që të arrijmë të ndihmojmë, qoftë përmes formave të ndihmës me të holla, por edhe formave tjera që ma vonë dijen ato ushtarake dhe shumë të reja kanë marrë rrugën. Pasi jam kyç në procesin mësimor, atëherë unë çështja ime ka qenë më tepër e përqendruar në procesin mësimor me fëmijët shqiptar dhe nuk kam çështja politike ose ato e kam lënë pak anash. Më tepër kam punuar në mënyrë pasive, por aktivisht kam qenë i angazhuar vetëm në procesin mësimor. Do të flasim edhe për këtë pjesë më shumë për procesin mësimor dhe angazhimin tuaj atje, por na thuaj si është jeta e komunitetit shqiptar në Austri, në Vjenë, ku jeni aty ju? Në Vjenë nuk ka të them në një numër të saktë statistika sa shqiptar janë, po është kryesisht një komunitet goxha i madh, dikun mendohet se janë mbi 40.000 shqiptar vetëm në Vjenë. Dhe janë të organizuar përmes shoqatave të ndryshme, klubeve të ndryshme, shoqatave sportive, kulturore dhe arsimore. Në mesin e tyre shoqatave kemi edhe ne mësuesit një shoqat, ajo është në kuadër të Republikës Austrisë, shoqata e mësuesve shqiptar në Emfrashëri, që zhvillon goxha një aktivitet të ndryshëm në ruajtjen dhe mbarvajtjen e identitetit kulturor tek fëmijët, po për këto sigurisht që do të flasim pak më vonë, ndoshta në gjatë bisedës. Po do të fillojmë pra me zotin Imer. Na thuaj, cili është angazhimi juaj në mbajtjen e arsimit, mbajtjen gjallë të arsimit shqip në vendet e Evropës, që është ky juaj në Gjermani, çfarë kontributi keni dhënë dhe si shkon kjo pjesë e përket shkurja ime fillimisht në Gjermani nuk ka qenë lidhur direkt me punën mësimore dhe unë kam menduar se nuk do të jem më pjesë e arsimit, por fati ishte që u angazhova dhe pas angazhimit tim drejt për drejt me qeverinë gjermane, ata më ofruan gjitha mundësitë që unë të jem punëtor i qeverisë edhe si mësues me të gjitha të drejtat dhe obligimet që i ka një mësues në Gjermani. Në anën tjetër, për të mbajtur lidhjen me atë me një farë mënyrë, edhe në Gjermani ka funksionuar shoqata ose Këshilli i Arsimtarëve Shqiptar në Emfrashëri, i cili është themeluar diku në vitin 1990. Unë pastaj vetëm jam kyç diku në vitin 1997 dhe pastaj shoqata ka pas për qëllim në Emfrashëri që të ofroj gjithë mësuesit në nivel të Gjermanisë. Nuk e di, shumica e din që Gjermania është një vend shumë
i madh me 16 republika ose lande atje i quajmë, dhe secili land ka autonominë e sistemit arsimor. Për shembull, unë jam vetëm mësues përgjegjës për landin Niedersachsen ose Saksoni e Ulët në gjuhën shqipe, ndërkaq që Düsseldorfi e ka do të thotë autonominë e vet sistemit. Edhe atje ka mësues të gjuhës shqipe që punojnë të rregullt. Më herët deri në vitin tregoj pak historikun e si është zhvilluar mësimi dhe cilat lande e kanë financuar mësimin e gjuhës anëtare, ka qenë edhe Stuttgarti, edhe Müncheni, të gjithë. Deri në vitin 2009 ka funksionu duke e financuar qeveritë. Por Bayern e ka mbyll, edhe Stuttgarti, tani financimi i gjuhës anëtare bëhet vetëm në NRW, Nordrhein-Westfalen, me qendrën në Düsseldorf, në Rheinland-Pfalz është një land tjetër me qendrën në Wiesbaden, pastaj nëse s'gaboj edhe Heseni me qendër Wiesbadeni besa është Heseni, ndërkaq nëse një qytet tjetër, por e di që në Rheinland-Pfalz ka Mainz është kryeqyteti dhe aty ka gjuhë anëtare. Hamburgu bën një gjë të tillë. Ka një formë tjetër. Sa mësues shqiptar janë që japin aktiv në proces mësimor, të cilët janë të paguar nga qeveria gjermane, janë dikon afër, nëse s'gaboj, nga 25-30 mësues. Por numri më të madh të mësuesve e ka landi i Düsseldorfit. Atje janë mësues të cilët disa kolegët me që unë i kam njohur kanë ikur në pension, por vendet e tyre janë zëvendësuar me mësuese të reja, do të thotë edhe mësues të ri, të cilët vazhdojnë punën e tyre. Në landin ku jam unë, për fat të keq, numri i mësuesve fillimisht kemi qenë diku një 8-9 mësues dhe deri më tash është duke u reduktuar dhe nuk e kuptoj pse, por është një lëvizje jo fort të këndshme, është negative që ndoshta mësimi i gjuhës shqipe do të vjen nuk do të jetë në atë nivelin që ka qenë më herët. Unë kam vazhdimisht kontakte me qeverinë dhe me drejtoratin e arsimit për mësimin e gjuhës anëtare dhe vazhdimisht i pyes në Hanover, kur kemi takime, se si qëndron puna me mësuesit ose me pranimin e mësuesve të ri për gjuhën anëtare, për gjuhën shqipe. Ata vazhdimisht më thonë se regjistrimi i fëmijëve duhet ta bëjnë prindërit. Sepse mësimi i gjuhës anëtare në Gjermani nuk është obligativ, por është mësim vullnetar. Qeveria ofron mundësinë ligjore që ta pranojë mësuesin, por një mësues mund të fillojë punën vetëm nëse arrihet një kvotë e caktuar e fëmijëve që janë të regjistruar nga prindërit. Për shembull, një grup nxënësish, prej 10 nxënësish, mund të regjistruar, mund të hapin një paralele shkollore në një qytet ose në një vend caktuar. Këtë mund ta bëjnë vetëm prindërit. Prindërit janë faktori kryesor që mund të ndihmojnë të hapen vende të reja ose të hapen shkolla të reja për mësimin e gjuhës anëtare. Ndërkaq në lande të tjera unë nuk e marr kompetencën të flas, e di që në Nordrhein-Westfalen edhe atje punohat edhe ka shumë. Në Bayern, me atë sa di unë nga kolegët, atje është hap një shoqatë e cila është duke punuar në mënyrë vullnetare dhe punojnë, dhe unë i admiroj ata njerëz, ata kolegë të cilët punojnë jashtë orarit të punës që punojnë çdo ditë dhe ndihmojnë që fëmijët të mësojnë gjuhën anëtare. Ata bëjnë përmes shoqatës, përmes shoqata quhet ndukut edhe ajo na infrashëri, nëse s'gaboj, shoqata e mësuesve dhe Lapshi për Bavari, ose lidhja po Lapshi për Bavari. Lidhja arsimtare për Dhe ata punojnë. Dhe unë i vlerësoj shumë lart punën e tyre sepse nuk është e lehtë të punosh një punë dhe pastaj të angazhohesh jashtë orarit punës që e bën çdo ditë të punosh. Dallimi mes tyre dhe neve është se ne nuk punojmë punë tjetër. Për shembull, unë punoj vetëm punën e mësuesit, nga e hëna deri të premte. Dhe jam me orar të plot nga ora 8 deri në ora 13, respektive deri në ora 15. 15:30. Të flasim edhe për numrin e nxënësve që vijojnë këtë mësim. Po si është gjendja në Vjenë? Që kur ka filluar mësimi shqip për brezin e ri atje? Në mësimi shqip tash i afrohet, mësimi që është zhvilluar në gjuhën shqipe i afrohet dekadës së 4. Do thotë që ka filluar
që nga koha kur për ata që se din që janë shumë të ri, kur ka ekzistuar një sekretariat krajnor me botën e jashtme në vitin 1987 është mësuesi i parë që ka ekzistuar që ka mbajtur mësim në Vjenë në gjuhën shqipe. Pastaj me zhvillimin e ngjarjeve, se po ndoshta shpesh të kthehemi te historia, është kur është shkput Kosova, mësimi në Kosovë nga organ kompetente, organ nga ish Jugosllavia, sistemi Jugoslavi i arsimit, atëherë definitivisht është shkput edhe në diasporë ashtu dhe ka filluar dhe çështjen e mësimit pastaj me shkputjen e se Jugosllavia ka pas një marrëdhënie bilaterale me Austrinë dhe kur është shkatruar Jugosllavia, çështjen e arsimit të pakicave ose të komuniteteve në Austri e financon në shkolla publike austriake. Prandaj në këtë kuadër edhe mësimi në gjuhën shqipe zhvillohet në kuadër të mësimit në shkollës publike austriake. Dhe definitivisht, unë thash që nga vitet 91-92 e deri më sot zhvillohet në këtë formë. Do thotë që nga vitin 1992 definitivisht mësimin e financon dhe e menaxhon drejtoria, them kështu, drejtoria atje quhet Bildungsdirektion, drejtoria e arsimit për nivelin e qytetit. Dhe që nga atëherë pra financohet interesimi i prindërve, edhe kjo ka disa faza të zhvillimit, kur ka pas interesim pak më të madh, tashmë ka një interesim, një ramje të interesimit me rritjen e numrit të refugjatëve në shqiptar gjatë viteve të okupimit, viteve 90, rritet edhe nevoja që fëmijët shqiptar të integrohen edhe në shkollën austriake, por njëkohësisht edhe mos të harrojnë gjuhën dhe pastaj gjuhën dhe kulturën natyrisht identitetin kombëtar. Dhe në këtë kuadër fillon edhe marrja në punë e disa mësuesve shqiptar. Në atë kuadër natyrisht kam pas fatin të jam që nga viti 1999 dhe deri më tani të jem punëtor i shkollës publike austriake. Kjo kishte me qenë pak në pika të shkurta se si zhvillohet procesi mësimor, pastaj është i rregulluar me legjislacionin e sistemit austriak. Ne jemi punëtor me gjitha obligimet dhe përgjegjësitë që i ka një mësues austriak. Do thotë punoj vetëm këtë punë natyrisht edhe unë, nuk punoj punë tjetër, do thotë që nga e hëna deri të premten. Punoj në 7 shkolla, në 7 shkolla në Vjenë, 7 shkolla aty ku më kanë caktuar më mirë me thonë, ose ku është interesimi i prindërve më i madh. Punoj në sistemin shkollor paradite, quhet formë integrative mësimit të gjuhës shqiptare, dhe pasdite, ku quhet formë, ata e thënë në formë të kursit, ku për këtë mësimin pasdite, prindi është i obliguar ta regjistrojë fëmin dhe ta plotësojë formularin e regjistrimit dhe në momentin kur e regjistrohen dhe vërtetohet nga shkolla, nxënësi është i regjistruar dhe është i obliguar që ta ndjek në mënyrë të rregullt mësimin në gjuhën anëtare. Sa orë bën në javë? Me secilin grup, për shembull, kam në secilin grup nga 2, 3 ose 4 orë në javë, në ditë. Për shembull, një ditë jam në një shkollë me 4 orë, një ditë jam në 3 orë dhe kështu me radhë. Dhe tash ajo specifika rreth mësimit të paraditës ose integrativ dhe me mësimin e pasditës është se në mësimin e pasditës nxënësit janë pak më të lodhur, po mësuesi është tërësisht i vetëm me nxënësit shqiptar dhe e ka mundësinë të zhvilloj materialin mësimor në gjuhën shqipe, natyrisht nëse nxënësit se kuptojnë. Edhe në gjuhën gjermane dua ta shpjegoj, sepse ti fëmijës do të shpjegosh saktë në gjuhën të cilën ai të kupton. Dhe ndodh nganjëherë që fëmijët tanë kanë çalime në gjuhë, është krejt normale. Dhe ne jemi për atë. Ndërsa në procesin mësimor të paraditës, them kështu, jemi në koordinim me mësuesët austriake. Do thotë kryesisht, unë po flas për veti, kryesisht kam të orarin e mësimit të asysuar të koordinuar që në harmonizim me mësuesit paraditë që jam në atë shkollë, ose bëjmë të njëjtën temë dhe pastaj zbashkarisht të bëjmë edhe shqip dhe unë e bëjmë me fëmijët shqiptar shqip dhe ajo natyrisht gjermanisht. Dhe jashtë edhe komunitetet kolegët nga komunitetet tjera si gjuha turke ose kurde ose BKS është ata i thonë kanë futur në një grup janë bosnisht, serbish, kroatisht, do thotë gjuhën serbe, kroate, slovene i kanë në një grup në shkollë. Ata janë të gjuhë të ndame, po në shkollë i kanë ashtu. Dhe ne jemi të ndarë. Kështu pra në këtë formë zhvillohet mësimi. Po me literaturë, me librat shkollor? Libra shkollor. Ne kemi një bashkëpunim këgjë të mirë, nuk mund të ankohemi tash për mungesën e librave, nuk janë shumë përshtatshme definitivisht sepse mësimi në diasporë është një mësim shumë specifik. Nuk mund të
krahasohet me mësimin që bëhet në vendindje. Është pikësporri është fondi i orëve shumë i vogël, i kufizuar 3 orë me një grup dhe grupi është heterogjen, që nga klasa e 4 deri nga klasa e parë deri në të 4-ën. Në një grup deri sa është numri i nxënësve? Në Vjen për të themeluar një grup nevojitet 12 nxënës. 12 nxënës dhe për shembull të shihni këtu një fotografi ka qenë dita e librit në monitor. Edhe disa nxënës kanë munguar të ditë, mirë po 12 nxënës është grup, pastaj deri në 23 minimumi është 12 nxënës që të kesh një fond prej 2 ose 3 orë. Dhe zakonisht plotësohet ky kriter. Nganjëherë numri i nxënësve ka të mjaftueshëm, po ka arsyetime të ndryshme të prindve, jo mirët me sport djali, jo shkon djali vajza. Po e theksoni rëndësinë që të ketë interesim nga ana e prindërve për regjistrim të fëmijëve të tyre në rend të parë, prindi është përgjegjësi kryesor për regjistrimin e fëmijës në mësimin plotësues në gjuhën shqipe. Dhe prindi është ai i cili e ka dhe përgjegjësinë. Mësuesi është i obliguar që ta jep maksimumin në shkollë dhe në komunikim me prindërit gjithashtu, por kur nxënësi regjistrohet, atëherë duhet të funksionalizojë ai trekanshi i famshëm prind nxënës shkollë, mësues. Do thotë komunikimi duhet të jetë shumë i qartë, i sinqert, i domosdoshëm, i vazhdueshëm dhe i pandërprerë. E theksuat pra edhe ju merret me rëndësinë që prindërit janë ata që duhet të bëjnë regjistrimin e fëmijëve të tyre për mësim shqip, pra të brezit të ri. Sa ka interesim nga ana e prindërve dhe duhet të kushtohet më shumë rëndësi kësaj pjese? Po, sigurisht që duhet i kushtohet rëndësi kësaj pjese, por ju them të drejtën, me kalimin e kohës ka ndryshuar edhe ajo struktura e prindërve, nuk janë më ata prindërit e viteve 90-ta të cilët kanë qenë pak më entuziast, më me dëshirë, sepse frikoheshin nga asimilimi, nga atëra, e gjitha ajo formë e humbjes së gjuhës, ndërsa sot kemi një strukturë tjetër, sot kam edhe ish nxënës të mi të cilët, dhe zakonisht ata ish nxënësit e mi që kanë qenë në shkollë, fëmijët e tyre vinë përsëri në shkollë, do thotë ata të njëjtit, vetë që kanë qenë nxënës, do thotë edhe fëmijët e tyre, bile shumë interesant është, pa të ceki kështu ma konkretisht një grup prej klasin e dytë, ku i kam 10 nxënës, vetëm klasës dytë, edhe aty janë 9 vajza. Edhe unë nuk e kam ditur, kur njëra po më thotë, mësues, thotë unë jam vajza me emën për nanën e vet, thotë ajo thotë ka qenë mësues e nxënësit e tij. Edhe një tjetër thash po ju unë nuk e kam ditur, më vonë tani më tregoi se jo thotë ne jemi fëmijë të ish nxënësve të mi, thotë, sepse kur të krahasojsh vitet 96, 2000, do thotë ata sot janë të moshës 40 vjeçare dhe fëmijët e tyre janë sot në proces mësimor. Natyrisht regjistrimi te ne, konkretisht po flas për Hanoverin, është përgjegjësi e prindrit dhe e shkollës. Unë si mësues mund të bëj vetëm një lloj bisedat me ta, por regjistrimin e bën shkollat. Dhe ata me i dërgojnë listat. Përpara e kemi bërë ne listat si mësues, thot regjistroj një shkollë, po thot sa fëmijë shqiptar janë, por tani shkolla i bën regjistrimin. Fati është që unë punoj në 4 shkolla, ku zhvillohet mësimi i gjuhës anëtare dhe të gjitha ato shkolla nuk kam mësim paradrejke. Unë nuk punoj mazdrejke, por në atë shkollë punoj gjatë tërë ditës vetëm në kuadër të mësimit dhe më bën pak më, do thot, më komod, sepse unë kam komunikim drejt për drejt me kolegët gjerman. Do thot, si për sa i përket punës mësimore, metodikës, rregullave të ndryshme dhe në atë kohë kur fëmijët, për shembull, nxënësit e klasës 4 vinë te unë, janë 7-8 fëmijë, në ata fëmijët tjerë bëjnë diçka tjetër, ose religjion, ose dhe 2 orë mësimore i zhvilloj me fëmijët e klasës 4, 2 me të klasës 3, me klasës 2 mundohet të kem 1 orë ose edhe 2 orë mësimore. Por dallimi është se klasa 3 dhe 4 marrin nota, dhe nota e gjuhës anëtare llogaritet në mesataren e notës e dëftesës kur e marrin. Dhe një nxënës që e merr notën e mirë në gjuhën shqipe do thotë ja ngrit edhe mesataren dhe dëftesën që e merr. Kjo sa i përket asoj pjesës organizative të punës mësimore dhe sa i përket rritjes, unë kisha pas dëshirë që të ketë sa më shumë. Sepse tani më jemi në një moshë kur
do t'ikim edhe ne edhe pak vite në penzion, dhe dëshira ime është që kjo të vazhdoj, po së të ndërprehet, dhe shpesh bëj pyetje them se si është e mundshme që të vinë mësues të ri. Tani ka rregulla të reja për mësim, nuk është sikur para 30 vjetësh. Edhe atëherë ka pas rregulla, edhe atëherë do të thotë është dashur me pas diplomën, është dashur me pas njohjen e gjuhës gjermane, por tash ka kërkesa disa më shumë. Do të thotë një mësues që duhet të punojë në mësimin e gjuhës anëtare, nëse ka bërë shkollën për mësuesi në Gjermani, atëherë ajo duhet të tregoj nivel të kompetencës gjuhësore në gjuhën anëtare. Dhe nëse ai ka kryer disa kurse të gjuhës ose paralelisht ka bërë edhe këtu disa studime të gjuhës, mund të pranohet si mësues. E kundërta, nëse për shembull një mësues vjen nga Kosova dhe ka mbaruar fakultetin e edukimit ose të mësuesisë, ai duhet të ketë njohuri ose kompetencën gjuhësore në 2 gjuhë. Në gjermanisht duhet të ketë kompetencën C1, niveli i gjuhës, do të thotë i komunikimit, dhe pastaj edhe përvojë pune. Në arsim. Në arsim këtu, nëse ka punu 1 ose 2 vjet, dhe të angazhohet atje, tani është komisioni i pranimit të dokumentacionit. Nëse ka shumë kandidat, atëherë zgjedhin ata të cilët është më, do të thotë, sipas atyre parimeve që ata i vendosin, edhe mund të pranohet mësuesi. Një mësues mund të pranohet në marrëdhënie pune vetëm nëse është i sigurt numri i nxënësve, do të thotë nëse ai ka arritur që të jetë 20 nxënës ose 30 nxënës, të formoj grupet. 3 grupet, të formoj grupet, por kjo është e lidhur prapë me entin ose drejtoratin e arsimit, të cilët ata i marrin shënimet nga shkollat. Shkollat janë të obliguara të ne të regjistrojnë fëmijët dhe në cilën gjuhë janë, edhe pastaj Gjuhën anëtare. t'ju dërgojnë, do marrim shembull si këtu, çdo shkollë duhet t'i dërgojnë në drejtorate dhe drejtorati është shef, thotë në gjuhën shqipe janë 15 nxënës, në cilin qytet, në cilën shkollë. Edhe vlerësohet, caktohet detyrat edhe pastaj kërkohet një mësues. Po sa po rritet numri i mësuesve të rinj të arsimit shqip në diasporë, Po, rasti në Gjermani? por Gjermani është, unë thash edhe një herë, Gjermania është shumë e hapët, gjendja më e mirë e mësimit gjuhës anëtare është thash në Düsseldorf. Atje është një numër mbi 20 mësuesish, ose mësuese të cilat janë pranuar rishtasi, do të thotë pas ikjes së disa kolegëve në pension, janë zëvendësuar vendet e tyre të punës me një. Mos vallë është edhe i koncentruar komuniteti shqiptar më Por shumë. edhe ajo deshta të them, shiqoni, Düsseldorf është një land, një krahinë shumë e fuqishme ekonomike, por edhe përqendrimi i diasporës shqiptare është me numrin më të madh në atë pjesë. Po, edhe në München, është në Bavari, është bukurie e madh, por hapësira është shumë e madhe e landit, do të thotë secila krahinë, unë ku punoj për shembull në Niedersachsen, ajo është sa 3-4 herë Kosova e madhe. Dhe mund shpesh ndodh që të udhtoj me qindra kilometra, jo çdo ditë, por kur ka provime të veçanta për mësimin për gjuhën shqipe, jam i obliguar që pastaj, sepse kam një udhëzim nga qeveria që të bëjnë provimet, të shkojnë në shkollë ose tani më ka dalë edhe kjo metodë re përmes çka mund më duket ju fort e preferueshme në pyetja e nxënësit në mënyrën online, apo si i thonë drejt për drejt përmes ekranit. Po, mësimi online. Po, nuk është, por tash edhe kjo metodë është në fazën e përgatitjeve dhe hyrjes që do të jetë ndoshta edhe pjesë e përditshme e punës tonë ose atyre që vijnë pas neve. Po në vjenim, si është gjendja, kush po i financon, si financohet, si është rregulluar? Dhe thash edhe në fillim është nga organet kompetente të arsimit, do thotë me çështjen e pagesave dhe të menaxhimit dhe funksionalitetit të mësimit plotësues në gjuhën anëtare, është mirë në organet kompetente, do thotë drejtoria e arsimit, në këtë rast po e them në gjuhën shqipe, si drejtoria e arsimit ajo që e menaxhon mësimin, edhe në përgjithësi, po edhe në kuadër të mësimin në gjuhën shqipe. Unë mbeta pak borxh që më pyetet për tekstet në një pyetje. Po tekstet mësimore. Për tekstet mësimore më duket se nuk u përgjigja, nuk duhet t'u hupin mundin edhe institucioneve tona të shtetit tonë për që bëjnë një punë të madhe. Ju ndihmojnë ndihmojnë, po tekstet i marrim falas, si kemi marrë kanë para disa viteve një grup i mësuesve kanë bërë disa tekste të quajtur refletore tematike nga në kuadër të Ministrisë së Arsimit. Sa ato janë shpërndar falas, tani janë nga qendra e botimeve në Tiranë,
është libri Kultura shqiptare 1 dhe 2, 1 dhe 2 janë shpërndahen falas përmes ambasadave, qoftë të Shqipërisë, qoftë të Kosovës, dhe mësuesit shkojnë, po flas për në vende, ato vinë në ambasadë, ne shkojmë i marrim. Natyrisht kush është afër Vjenës, bara kryesore mbie mua që të shpërndaj kolegëve të tjerë pastaj dhe kështu funksionon. Sa i përket teksteve, jemi të furnizuar, thash në fillim nuk janë tërësisht adekuate për mësimin, po meqense është një mësim specifik, është detyra e mësuesit pastaj që të merr më të mirën për nxënësit e tij, varësisht prej nivelit të nxënësve, sepse ne nuk kemi mësim, kemi ndonjëherë, po jo tërësisht mësim frontal, po edhe mësim individual. Do thotë, varësisht prej nivelit të nxënësit duhet të përshtatet edhe materiali që zhvillohet me ta. Kryesisht me klasën e parë dhe të dytë unë bëj alfabetizimin dhe pastaj me klasën e tretë disa tema pak më të avancuara, njohja e vendlindjes, adheu, gjeografi, histori, gjuhë, kryesisht gjuhë, lexim tekste dhe kulturë dhe kështu me radhë. Po sa është e rëndësishëm apo ku qëndron në këtë drejtim roli dy qeverive shqiptare, Kosovës dhe Shqipërisë në mbajtjen gjallë të arsimit shqip? Nuk mund të themi ne dhe si shoqat e mësuesve shqiptar në Austri, sa ka qenë Ministria e Diasporës, kemi pas një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, mund të them kështu, sepse për çdo vit kemi sjell nxënësit nga Austria në Kosovë, në kuadër të ekskursioneve ta njohim atë dheun, ashtu me atë moto, dhe vërtet kanë qenë një bashkëpunim shumë i mirë me Ministrinë e Diasporës, tash nuk po përmendem, ndërsa ky bashkëpunim, organizimi i ekskursioneve që nga pandemia, pastaj ndryrimi i udhëhecësive, pushteteve ka ngecë sa i përket ekskursione, mirë po në kuadër të bashkëpunimit me tekste dhe libra dhe kuadër komunikimit, ne kemi komunikim të vazhdueshëm edhe me Ministrinë e Arsimit të Kosovës kryesisht, po edhe me ambasadat shqiptare në Vjenë. Kur them ambasadat, janë 2 ambasada, ambasadën e Republikës Kosovës dhe ambasadën e Republikës Shqipërisë. Me këtë të Kosovës kemi një bashkëpunim pak më të ngushtë, për shembull, tash me rastin e ditës së flamurit që organizuam me 28 nëntor. Shënimi i ditëve kombëtare. Po, përmes këtyre aktiviteteve. A çdo është arsimi shqip diasporë të financohet nga buxheti i dy shteteve shqiptare? Shumica mendojnë kështu, po të shumë do shprehin mendimin timin. Natyrisht që ndoshta ishte dashur, po nuk është çështje krejt e lehtë, sepse pothuajse 50% e popullatës jemi në diasporë. Dhe distanca, kur marr parasysh vështirësitë se cilat ka këtu, organizimi i arsimit në Kosovë, është e pamundur pothuajse të financohet. Mirë po, ajo çka mund të bëj një çështje më të madhe në media. Për shembull, sikurse që është ky emision, të bëj një informacion më të saktë për rolin dhe rëndësinë që ka mësimi i gjuhës shqipe në këtë gjuhë shqiptare te fëmijët tonë. Të bëj emisione të veçanta. Për rritjen e dijes tek prindërit, tek prindërit, për ndërgjegjësimin e tyre, të vinë atje. Dhe unë shpesh të mos vinë dhe themi Osmani shto e bën një punë të madhe atje të jashtëzakonshme dhe ti jo, po të vinë dhe ta shohim realitetin. Si zhvillohet një orë? Si zhvillohet një orë, si zhvillohet një proces, ku ka anë pozitive, ku ka vështirësi, sfidat. Prandaj ajo është shumë e rëndësishme që vërtet opinionit njihet drejt, se ne shpesh kemi emisione që organizohen në diasporën, po nganjëherë kam përshtypjen se ato bëhen në superlativ. Për shembull, unë tash për shembull një fotografi që kam këtu në këtë aktivitet, po e shoh, faleminderit. Ne kishim një program madhështor për shënimin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë, por kjo është një punë shumë e madhe jashtë hapësirës shkollore, jashtë orarit mësimit, fundjava me prindër, me nxënës, me ushtrimet, dhe kjo nuk është e tëra. Do thotë realiteti është shumë më i madh. Këto janë një grup i nxënësve, është një punë shumë e mirë, shumë e madhe, po nuk është e tëra. Do thotë do të hulumtohen ku janë shkaqet pse të tjerët prind nuk kanë interesim. Për shembull, në Vjenë është një numër, thash, jashtëzakonisht i madh i nxënësve gjeneratës 3 dhe 4 që po lindin aty. A ka fëmijë, domethënë është i madh numri që s'kan çast në arsim shqip? Sigurisht se po. Për shembull, Vjena i ka 400 shkolla fillore. Kur them fillore është prej klasës parë deri në 4, 460 më duket nëse tash saktë sumoj, dhe 370 shkollat sikur këtu që është e mesme e ulët. Dhe para mendot është ka shkollë që ka rreth 20 nxënës. Ose një shkollë ku unë punoj janë 35 nxënës shqiptar. 35 nxënës. Nga ata 35, 10 me zgja arrin të regjistrohen në mësim pasdite.
Tash nuk do të thotë se që në shkollë janë nga 30 nxënës. Po nëse mirët një mesatare, nëse mirët tash nga 5 nxënës, nëse mund të mirët një mesatare kështu, atëherë një del një shifër rreth 2-3.000 nxënës. Që është e ullët? Që pjesëmarrja është shumë e ullët, sepse në vjen një vemi vetëm 2 mësues shqiptar dhe një mësuese, tash i ka disa orë në mësimet e gjimnazit. Mësimet e gjimnazit janë diçka tjetër. Po këta nxënës që vijojnë mësimin e shqip, janë të rregullt? Këta që regjistrohen janë të rregullt. Këta që regjistrohen kryesisht janë të rregullt. Mund të merr shëtim prindërit njoftojnë mungesat arsyeshme, po janë të rregullt. Por edhe këta që vijnë pastaj prapë është edhe një obligim shtesi prindërve që të përcjellin procesin mësimor, çka po ju jep mësuesi fëmijëve, çka po mësojnë, çka po lexojnë rrjedh shumë, ma kanë vështirësi në shqiptimin e fjalëve. Të mbikëqyrët sigurisht, se nëse bashkëpunimi me mësuesin është i mirë, atëherë rezultati nuk mungon. Unë ndoshta është e tepërt them këtu një rast kam pas një nxënës nga Shqipëria dhe prindi tyne ka qenë përkthyes zyrtar dhe një intelektual kështu, s'po përmend emra. Ai për shembull vazhdimisht më ka marrë në telefon pas dite kur thashë detyra mësues, fëmiu ka këtë detyrë, por nuk e ka të qartë si duhet ta zhvillojë ose do të thotë ai ka qenë në gjendje vetë të ndihmojë fëmijës, po më ka marrë në telefon për të pa edhe përgjegjësinë e mësuesit dhe komunikimin thjesht dhe rezultatet natyrisht që nuk guxojnë të mungojnë atë ose thjesht nuk mungojnë. Prandaj është edhe çësia në familje se si komunikojmë me fëmijët, por është shumë më mirë që ata që vinë se sa ata që nuk vinë fare. Kjo është një dallim shumë i madh, sepse fëmijët që rriten në një ambient tërësisht ndryshe kulturor nga ambientin në Kosovë për shembull, dhe pastaj vështirësitë janë të natyra të ndryshme. Flasim tash me këto rrjetet e sociale me digitalizimin që fëmijët janë mbyllur me telefona në dhomat e tyre dhe nuk dëshirojnë as mësimet edhe në mësimet e rregullta të shkollës austriake kanë telashe me të zënën të mësuarit e kështu me radhë. Po në Gjermani si është gjendja, është numër i lartë të fëmijëve shqiptarë që nuk kanë qasë në arsim shqip, po dhe ju si ndjeni, a jeni i kënaqur me punën që po e bëni atje në këtë drejtim? Po tani kjo kënaqësia individuale, personale imja, unë kënaqem kur për shembull nxënësit e shoh se ka rezultate me ata të cilët vinë, por siç e tha edhe vëlla, me numrin e atyre që vinë dhe atyre që nuk vinë është shumë i madh. Do thotë ka shumë fëmijë të cilët janë jashtë procesit mësimor të gjuhës anëtare. Tash një shembull po marr, unë jam në një qytet quhet Hildesheim, 30 km në largësi nga Hanoveri dhe aty punoj në 3 shkolla. Më herët kam punuar edhe në 4 shkolla, ka qenë një shkollë për nevojat veçanta ose shkollë Förderschule quhet në gjermanisht. Por që ajo është mbyllë sepse është bë integrimin në nxënësve, nuk ka më shkolla të tilla, por fëmijët të cilët kanë qenë të ndarë janë futur tash në shkollat e rregullta dhe mësuesit që kanë punuar aty, ata vinë në shkollat ku janë në mësimin të rregullt. Dhe Hanoveri jam në një shkollë ka nga viti 2010 punoj në atë shkollë dhe në shkolla tjera ka pas mësim gjuhës anëtare, por si që tha, në Vjen 540 shkolla, në Hanover janë diku 25 shkolla fillore. Dhe nga 25 shkolla fillore, nuk ka pas tendenca edhe ka që disa prindërit janë lajmëru, kanë pyetur për mësimin e gjuhës anëtare, dhe unë i kam këshilluar që ju kërkoni grupet që fëmija klasës parë nuk udhtoj 10 kilometra nga një shkollë në shkollën tjetër, por aty ku fëmijët shiqani. Nëse ka një grup prej 10 fëmijësh apo më shumë se 10, mund të në bashkëpunim ju me prindrit mund të bëni një punkt shkollor aty. Dhe disa elementet të tilla janë duke vazhduar, bisedat janë duke vazhduar që të paktën në Hanover të kemi ndoshta 1 ose 2 shkolla ku fëmijët do të mësojnë, përveç asaj që është tani ku jam unë në atë shkollë. Dhe kryesisht edhe në qytete tjera. Pse ndodh kjo? Unë nuk do të them që nuk është fajtori, ne mund të themi ky ose ai, po fajtori kryesor është dinamika e jetës. Shpesh ndodh që prindërit dy të punojnë, janë të angazhuar. Fëmija i rritur mund të vjen në shkollë, po ai nga klasa parë dhe deri në 4 është akoma në moshën e vogël dhe nuk mund të varet për prindërve. Po, të marr udhë të vi në shkollë me kilometra të ndrojë një autobus ose 2 ose në trafikun urban.
Prandaj janë shumë faktorë që ndikojnë pse disa fëmijë nuk mund të zhvillojnë mësimin e gjuhës anëtare, ndoshta edhe pse kanë dëshirë, por po them edhe një herë dinamika e jetës e prindërve edhe e punës, angazhimit, sepse atje kush nuk rrin në kafe, në ora 6-7 duhet shkojnë secili në punë, mundohet që edhe nana dhe baba shkojnë bashkë, ata fëmijët e çojnë në çerdhe ose çojnë në shkollën ku është i rregullt, por nuk kanë mundësi me dërgu në një shkollë tjetër ku mësimi zhvillohet, për shembull ku unë punoj. Prandaj edhe ky është një pengesë e madhe për një pjesë të madhe të fëmijëve, të cilët nuk arrin me kjo është dukuri krejtësisht normale, sepse njerëzit në radhë të parë kanë interesin, edhe natyrisht që është e pranueshme, kanë interesin ekonomik dhe familjes, do të mbajnë familje, do të punojnë. Për atë arsye edhe nuk kisha me thonë që fajtori kryesor është ky ose ai. Janë problemet të cilat na përcjellin në të gjitha sferat e jetës dhe lëvizjet e mëdha që ndodhin nga puna në shtëpi, nga shtëpia dhe pastaj edhe ka shumë fëmijë që merren me sport, me forma të ndryshme, sidomos djemt me futboll, vajzat merren me aktivitete të ndryshme, me ndoshta në kurs të muzikës, në një instrumenti muzikor, dhe këto janë ato që aty ju marrin kohë. Një gjë që është e dallueshme se vajzat janë shumë më të interesuara për mësimin e gjuhës anëtare, edhe janë shumë më të suksesshme në procesin mësimor. Kjo unë shpesh kam diskutuar me vëllaun edhe në këto aspekte, por edhe me kolegë tjerë e vrejnë që numri më i madh gjithmonë i vajzave është i pranishëm në shkollat e mësimit. Nuk e di, është instinkti femëror që ato janë një farë përgjithësie, të lidhura dhe me ardhmërinë e tyre si një strumbullari i familjes, por është shumë e pranishme. Kam biseduar edhe me kolegë gjerman, edhe në gjermanisht, nuk po them me përjashtime, sepse ka çuna, ka djemt që cilët janë të punojnë, mësojnë mirë, por pjesa dërmuese e femrave duan të jenë të pavarura, e të pavarura mund të jenë vetëm nëse bëjnë një shkollë të mirë ose nëse arsimohen në nivel si duhet. Kjo është e pranishme edhe në mësimin e gjuhës anëtare. Gjermania prap e lejon, është e përkrap të drejtën e mësimit të gjuhës anëtare për gjitha komitete që jetojnë. Gjermania, po drejtësisht për shembull në Turqi është ndaluar mësimi i gjuhës anëtare të shqiptarëve. Po ndeshoni këtë praktikë që e bëjnë vendet perëndimore. Vendet perëndimore në radhë parë janë shtete demokratike, të cilat respektojnë të drejtat fundamentale njerëzore. Nëse ti dëshiron të mbrosh një të drejtë tëndën, edhe ki, të thotë në ligjore, do në të mbrosh ti ajo të lejohet. Ekziston konventa e Bashkimit Evropian, do të thotë ndërkombëtare, që për mësimin e gjuhës anëtare të komuniteteve që jetojnë brenda Bashkimit Evropian. Edhe aty thuhet se çdo, nuk po them me cilin nen ose me cilin pikë, por kur jemi të gjuhës anëtare, thotë çdo komunitet që përveç gjuhës së shtetit që është aty, që ka një gjuhë tjetër, ka të drejtë të organizojë dhe shteti është i gatshëm që të ndihmojë që ai komunitet të mësojë në gjuhën e vet. Këto e kanë të gjithë. Në përformë dhe ruajtjen e identitetit të tij. Qëllimi është ruajtja e identitetit kulturor, sepse me gjuhën ti e ruan identitetin kulturor. Natyrisht tani viteve të fundit është përhapur me të madhe dhe religioni, që për shembull pajtohen me të gjithë, por religioni është një kulturë universale, me të cilën identifikohen shumë komme. Ama me gjuhë, unë mund të identifikohet vetëm me gjuhën shqipe, si shqiptar. Nuk mundesh të identifikohesh si një personalitet me... Feja është një aspekt tjetër i identitetit. Feja është identitet universal, të cilët mund secili ta predikojë, secili ta merr sipas dëshirës së vet. Por gjuha është identitet që është i lidhur pak më thellë me identitetin kulturor, trashëgiminë, historinë, kulturën, gjeografinë, për shembull që ne punojmë në shkollat tona, ajo që nuk shifet, sepse për shembull aktivitetet, si tha edhe vllau, këto shifen sepse janë aktivitete jashtëshkollore dhe bëhen për rastin e festave të ndryshme, dhe është mirë që bëhen sepse fëmijët ofrohen më afër, dëshirojnë që të ekspozojnë diçka, të thuajnë diçka, por esenca e mësimit gjuhës anëtare është atje në shkollë. Ne bëjmë një luftë të çdoditshme që fëmijët tanë të mësojnë shkrimleximin,
që nesër pas nesër, ata ndoshta sot disa gjëra nuk i kuptojnë sa duhet, por pas një kohë të gjatë, shpesh në takime të ndryshme kam fjalë kur thotë, mësues, vajza ime, djali im është shumë mirë në mësim, por edhe në shqip tash po arrin që të lexoj, të bëj diçka më shumë se sa ai i cili nuk ka marrë pjesë. Dhe kjo është një kënaqësi e veçantë. Po kënaqësia më e mirë për mua është kur unë hi në shkollë dhe vijnë fëmijët më përqafojnë sikur të jem gjyshi i tyre ose prindi i tyre, edhe kolegët gjermanë, ata janë para drejka aty, habitën. Edhe vazhdimisht zhvilloj bisedë shqip, po çfarë po flasim gjuhën tonë, gjuhën amtare, të cilët dhe ka shumë fëmijë të cilët e shprehin atë haptas. Ti kjo tërheq vëmendjen Ju tërheq vëmendjen edhe kolegëve të tjerë, sepse është ajo emocioni, ajo ndjenja se dikush flet një gjuhë që unë e foli në shtëpi. Do thotë në shtëpia, dhe kjo është diçka. Sa i përket Ranciste, përmendem të bëj krahasim me Turqinë. Shqipëria në Gjermani, gjuha kurde është e lejuar. Mësojnë gjuhën kurdët kanë të lejuar të mësojnë gjuhën amtare të tyre. Përderisa në Turqi nuk e di apo nuk kam njohuri dhe nuk duhet të futem në këto ujëra sepse mund ndodh që dikush ta keq interpretoj mendimin tim, por thash edhe një herë. Shtetet gjermanofolse, kryesisht Austria, Zvicra, por edhe Gjermania, do të thotë janë shtete demokratike që respektojnë vlerat kulturore të komuniteteve, por kanë edhe një tjetër shumë interesant. Kultura edhe shkollat e Gjermanisë e kanë një sistem të tillë që ti ose duhesh të integrohesh në atë shkolla ose në atë shoqëni, ose nuk mund të dalësh jashtë atyre binarëve. Kështu që integrimi bashkë me identitetin kulturor, prej nga vim ne ose vijnë gjeneratat, është një bashkëdyzim, një amalgam ku mund të edhe të ruash identitetin, po edhe të integrohesh në shoqërinë. Ta heqim fjalën asimilim. Asimilimi mund bëhet vetëm te disa kur thotë unë nuk dua të flet vetëm gjermanisht ose tërhiqet nga gjitha vlerat e kulturës, identitetit, gjuhës, edhe nuk don me dëgju. Është çështje më ekstreme asimilimi. Ka edhe raste të tilla, por ne duhet punojmë ata që vijnë. Unë kujtohet, po përmeni jo rastësisht një takim kem pas shoqata e arsimtarëve në vitin 2004, 2003 duket, me ish kryetarin historik Ibrahim Rugova, dhe ne e qajtëm hallin pak si mësuese, nuk po na vinë të gjithë, nuk po na vinë kështu. Ai me atë urtësinë e tij tha, po shiçani tha. Ju punoni me ata që ju vinë. Ata që s'vinë, thot, ata që duhen mos të mësojnë gjuhën, kanë filluar edhe këtu. Do thot anglisht, gjuhën francez, gjermanisht nuk e di. Unë si çfarë shkolla amerikane, shkolla tjera, çka është krejtësisht e drejtë, normale se cilë me shfrytzu. Por thot ju punoni me ata që vinë. Dhe ne duhet punojmë me ata që i kemi. Nëse janë 5.000, nëse janë 10, po edhe 100 edhe më mirë. Por të punohet në rritjen e vetdijes, të rritet numri. Që të punohet në rritjen e vetdijes, por ndikojnë shumë faktorë. Po, a ka rrezik që rinia shqiptare në diasporë të harrojë gjuhën dhe identitetin e tyre, nëse mësimi shqip nuk shkon duke u zgjeruar, duke përhapur më shumë, apo duke mos marrë kujdesin e dur nga dy qeveritë shqiptare? Mendimi im është që të paktën ne duke do ta përjetojmë këto, ndoshta antarë nuk mund të sigurojmë mirë, po edhe një periudhë gjatë kohore jo, sepse ende jemi të lidhur emocionalisht me vendlindjen, edhe nëse nuk flasim mirë, po flas për fëmijët në gjuhën shqipe, të paktën emocionalisht. Te brezëri mos po ndodh që po zbehet kjo lidhje? Sigurisht që natyrisht ka tendenca, po ajo lidhja emocionale, për shembull, paktën dhe ato që evrej, fëmijët nganjëherë nuk mund të shprehen mirë shqip, po e ka një shqipon dhe thot i pinë albana, me atë krenarinë e madhe që e ka. Prandaj është ende herë të flasim, ose nuk mund të flasim, por një asimilim, mirë po kjo nuk është, si me thonë, duhet punojnë në drejtim që mos ndodhë kjo, dhe nëse nxënësit megjithatë përkundër dëshirës së madhe që ti ta duash Kosovën dhe të mos dis të shpresh ose të shpresh, të lexosh një libër ose të komunikosh, madje edhe të kontribosh
edhe në aspektin ekonomik, se për shembull nëse jeni inxhinier i mirë dhe në Austri ose në Gjermani ose në një vend evropian dhe nuk e njeh gjuhën tonë, nuk e ke ndjenjen që të kontribuosh edhe për vendin tënd, qoftë përmes lidhjeve biznesore, përmes zhvillimit ekonomik, sepse bota është e hapur, tregu është i lirë. Edhe në këtë drejtim, edhe në këtë çështje do të kemi parasysh rolin dhe rëndësinë e gjuhës anëtare, gjuhës shqipe. Sepse më tregon një kolegë të shqiptar, të një turk, kanë pas një konkurs për një firmë të madhe kompani që ju kanë ndoshtë shumë punëtor përkthyese që kontribuojnë në një kompani të madhe në turko-gjermane dhe kanë shpall një konkurs. Kanë kontinuar fëmijët të menduar që vetëm flasin gjuhën lokale, por në aspektin nivelit të gjuhës lartë kanë qenë shumë të dobta dhe pastaj është fut aty një indeks se si është e mundur që të mos njohin gjuhën e nënës ose gjuhën anëtare. Prandaj është do të ishte një handicap shumë i madh nëse fëmijët tonë që arrijnë atje të arsimohen dhe të mos flasin në gjuhën shqipe. Mos mund të shprehen në gjuhën shqipe. Po ju si mësues shqiptar, sa është e rëndësishme që ta ndjeni dorën e shtetit në këtë emision që ju bëni në vendet e Evropës? Po unë thash edhe në fillim, bashkëpunimi duhet jetë ne kemi komunikim, por nganjëherë është vetëm komunikim formal, ju përkrahje morale, por unë thash kemi disa format bashkëpunimit me tekstet, jemi duke iniciuar komunikimet që edhe njëherë të vazhdojmë ekskurzionet me nxënës të paktën në kuadër bashkëpunimit, por dora e shtetit do të jetë e pranishme. Përmes ne do të jemi një lloj ure e komunikimit për atë sa kanë mundësit. Nuk themi se unë thash edhe në fillim, nuk besoj se kanë kapacitet vendet tona ta paguajnë tërësisht mësimin, sepse kur ta paguash ti do të edhe të angazhosh në mënyrë profesionale njerëzit të dhosh udhëzimet, janë gjitha ato procedurat të cilat janë me një punëdhënie dhe punëmarrje, prandaj është një çështje plus do të ketë edhe kontribut ose marrëdhënie bilaterale me vendet ku jemi. Për shembull, do të kenë një marrëveshje bashkëpunimi mes Austrisë dhe Kosovës në këtë rast, ose Austrisë dhe Shqipërisë, për këmby mësuesit ose përvoja. Jo vetëm zot, po thjesht kjo kërkon një çështje shumë profesionale në marrëveshje ndërshtetërore. Gjë që Kosova nuk mund ta bëjë, dhe jo vetëm Kosova, po të gjitha vendet e ish Jugosllavisë nuk e kanë këtë marrëveshje të cilën e ka pas Jugosllavia më hershme me vendet në bashkëpunim bilateral, kështu që në fillim. A është vonë që shtetet të ndërmarrin masa për ta plotësuar këtë pjesë? Vonë nuk është kurrë, po sa po shifet në punë që shkojnë në shtetet tona, organizimet institucionale janë shumë ngadalta, por vonë nuk është kurrë që të identifikojnë problem. Për shembull, ishte kryeministri në vizitë tash kur kishin edhe këtë farë fushatën para elektorale. Shpesh e potencoj, ajo që ne në Vjenë kemi nevojë është një themelimi një qendre kulturore shqiptare, të cila do të ishte një strumbullar i përfshirjes gjitha aktiviteteve kulturore me komunitetin shqiptar, duke përfshirë nivelet ndryshme deri te nxënësit. Dhe unë kam shpreh gatishmërinë që të ndihmoj aq sa di dhe mundem, por nëndet nuk ka në horizont. Vazhdimisht e theksoj këto eksercitet me jepet raste publikisht, edhe me takimet që kam pas me ministra edhe me kryeministrin, por nuk i kanë renditës këto çështje. Sepse për shembull në një qendër kulturore siç është Vjena ose Berlin ose qytetet e mëdha, është shumë e rëndësishme të ketë një organizim ndërshtetëror, pak a shumë vijë vertikale dhe horizontale, ku do të dihet kush bart përgjegjësitë dhe çfarë aktivitetesh do të zhvillohen në atë qendër kulturore. Mirë po, për ta plotësuar këtë Gjermani, vitin e kaluar ne kemi pas një takim në mësuesit atje me qeverinë tonë, me një pjesë të qeverisë, ishte Ministri i Arsimit, kjo Ministrja Zonja Gashi, duket, nëse zgaboj, dhe disa përfaqësues të tjerë. Në mesin e tyre ishte edhe ambasadori jon i Kosovës në Berlin, zoti Ajeti, më sa e di me emër. Dhe ai tregoi atë angazhimin e tij dhe punën e tij në të gjitha, unë tha jam takuar me të gjitha
përfaqësues të shefat e qeverive lokale të Bundes, do të 16 qeverive që ekzistojnë në Gjermani, se Gjermania i ka 16 lande dhe 16 kryetar qeverive lokale ekzistojnë. Dhe ai thotë që sipas statistikave që ka marrë janë dikon vetëm kosovarë, vetëm shqiptarët Kosovës janë dikon afër 580.000 të regjistruar në Gjermani. Dhe nga ajo shifër, do të thotë tash mund të mendim mend se sa janë të angazhuar në mësimin e gjuhës, do të thotë një numër shumë simbolik është me krahasu me numrin e përgjithshëm të qytetarëve tonë që jetojmë në Gjermani. Edhe kjo sigurisht lën që ndoshta do të kishte me qenë shumë e arsyeshme, siç po thotë edhe Osmani, që qeveria e Kosovës ose përfaqësuesit, sidomos ajo ministria tani janë bashkë, ministria e punëve të jashtme dhe diasporës dhe gjitha që ka ato detyra, por sigurisht duhet të jetë një përfaqësues që kontaktoj direkt me, sepse ka mundësi, nështë jo me nivelin gjerman, do të thotë që janë politika pak më të larta ato, por me politikat, se sistemi arsimor është autonom, me zhvillu me politikat e landeve, për shembull. Me u taku një herë me kryeministrin e Hanoverit, landit Niedersachsen ose të Bavarisë ose aty, dhe të lidhin një marrëdhënie kulturore. Dhe pastaj, pas asaj, ata janë gatshëm me ndihmu edhe financiarisht, për shembull, edhe këto qendrat kulturore, por do të thotë një marrëveshje ishte shumë më e dobishme, sepse edhe ajo niveli i njohjes, do të thotë jo vetëm formalisht që e njohin Kosovën si shtet, por edhe në aspektin kulturor të ngritet pak niveli. Pastaj të shkohet në mënyrë institucionale. Po, forma institucionale është shumë më e mirë, pastaj në kuadër kësaj sigurisht edhe proces edhe çështja e arsimit do të kishte me qenë që të kthehet edhe një herë, sepse për Gjermaninë nuk është ku me ditë sa financiarisht, sikur që ka funksionuar më herët, të ndihmojnë përsëri të financojnë mësimin e gjuhës anëtare. Edhe pse kur merret parasysh se Gjermani ka shumë të huaj dhe nëse ata fillojnë, tash prapë është çështja pikpyetje, sepse ka shumë komunitete, dhe nëse cili komunitet kërkon që të gjithë të përfshihen, çka është e pamundshme dhe është jo reale, por të paktën aty ku ka vullnet dhe dëshirë të mësohet, të punohet. Këto forma institucionale kishte me pas një kompetencë pak në nivel më të lartë, se so këto angazhimet private. Unë e di që në Berlin, nga viti 2000, unë kam qenë antari i kryesisë Këshillit të Arsimtarëve, dhe kemi pas angazhime, ka pas edhe nga Kosova përfaqësues, kanë qenë ministri i arsimit atë botë që Kosova ende nuk njihej, por ka qenë aty, ka qenë nuk po i përmeni me emra, por jenë angazhu forma të ndryshme. Por ajo shoqata e shqiptarëve vazhdimisht ka ndru kryesin, dhe kur është ndru kryesia, prindrit vazhdimisht i ka ndru edhe mësuesit. Edhe aty ku vazhdimisht kemi ndryshim ose ndrem në kuadrit mësuesis, aty nuk ka me pas sukses. Suksesi është nëse për shembull mësuesi fillon punën dhe mbaron për një kohë të caktuar. Me një brez. Po. E kjo është për shembull me shoqatat. Shoqatat e kanë rolin e tyre, funksionojnë dhe duhet funksionojnë, por tani sot këtë vit ti e mësues, jo do të bëj mësuesi. Kjo nuk është qasje e mirë. Nëse një mësues i jepet të drejta dhe ai duhet të vazhdoj deri në një kohë të caktuar ose deri sa vetë thotë unë deri këtu edhe pastaj mund të vazhdoj dikush tjetër. Qa është ndryshimi i madh për shembull me neve, sepse ne jemi të përqendruar vetëm në çështjen e arsimit. Unë nuk lodhem për që të shkoj të punoj një punë tjetër, por me të ardhat që i fitojmë aty do thotë jetojmë në kushte normale dhe jetojmë do thotë jetë kryesisht pa ndonjë dëshirë ose të realizosh edhe diçka tjetër më shumë. Po ta bajto jetesën, por keni fokusimin është vetëm i plot vetëm në procesin mësimor, në programet mësimore, në të gjitha. Te tekstet shkollore do të plotësoj diçka Osmani që e përmendi më herët. Natyrisht që tekstet shkollore këto ne kemi ndihmën e qeverive, sidomos qeverisë Kosovës, nuk do të them se edhe e Shqipërisë, por e Kosovës ka qenë që nga viti 2000 pas luftës. Me një përfaqësues special që ka qenë vetëm me mësues që ka punuar. Ai tani më ka ikë në pension, zoti Gashi, por
ne kemi një kontakt edhe më shumë, se nuk u përmend këtu, seminaret që mbajmë çdo vit. Seminaret e rregullta me mësuesit në diasporë, vitin e kaluar ishim në Prishtinë, këtë vit nuk e di ku do të jemi, por do të jemi në një qytet nga trevat shqiptare, ose në Shqipëri, ose duket që në Shkodër këtë vit do të mbahet. Dhe ato janë si një urë lidhëse që ne takohemi, të bashkëpunojmë, bile shpesh edhe me mësuesit në Greqi që kanë vështirësi shumë më të mëdha, sepse Greqia është një shtet demokratik, o shtet në Bashkimin Evropian, por kur janë pyetje shqiptarët kanë një qasje pak më, nuk e di, të paktën mendimi im është që nuk e kanë atë qasjen, sikur e kanë gjermanët për shembull, ose e kanë Skandinavia, ose Suedia, apo Norvegjia, ata janë shumë më të hapur dhe tek këto vazhdimisht kolegët nga Greqia kanë pas telashe, kanë pas vështirësi, kanë kërkuar nga shteti jam, nga Tirana që të ndihmohet, ndoshta me ato pak orë të ndihmohet financiarisht, sepse ata kanë pa punë, dy punë kanë pa, punën e rregullt për mbijetesë, domethënë edhe punën e vullnetare për ato, edhe ato orë, për shembull, se 3 orë në javë të kanë marrë ato 3 orë, brenda muajit 12 orë, dhe gjatë 10 muajve vitit shkollor, ose 9 ose 10 muaj, aty janë disa qindra orë dhe ato duhet paguhen, sepse ato janë punë vullnetare, por është në interes të shtetit, të kombit, të identitetit. Dhe qeveria e Tiranës, ose edhe e Prishtinës, në këtë aspekt duhet të jenë pak më afër qytetarit. E rëndësishme është, që përfundoj, e rëndësishme është që edhe komuniteti shqiptar që jetojnë atje. Tani ka biznesmen të mëdhej ose afaristë të mëdhej, të themi kështu, nga ekonomia, nga gjitha fushat e jetës shoqërore, nëse do të kishte me qenë një angazhim dhe një organizim i mirëfillt që të formohen fonde nga gjitha e biznes, nga gjitha ato struktura që ne jetojmë, si thash 600.000 shqiptarë, po përjashtoj fëmijët, po i themi 200.000 fëmijë, por 400.000 janë të rritur që të grumbullojnë një buxhet të vetin për ta financuar. Dhe po sigurisht, ajo kishte me qenë shumë një bazë solide, por siç ndodh, individualisht ne shqiptarët kemi emra të njohur në botë, por kur bëjmë një punë ekipore disi mungojnë iniciativat. Çalojmë ose na mungon ai farë dëshirë, entuziazm ose stem tash në fjalën banale të shtyhemi me bryla se kush çka bëri, ose kemi shumë dyshime ndaj keqpërdorimit asoj kësaj. Dhe këtu duhet të marrim shembullin e popullit Izraelit, sepse ata i kanë të organizuar të gjithë. Ndoshta do të mbushim i mend edhe ne shqiptarët që ato, s'po them kolonit, po ato komunitete shqiptare që janë një ditë të ndihmojnë, sepse nuk do të kenë gjithmonë. Kosova nuk e ka fuqinë ekonomike, po as Tirana nuk e ka, sepse Kosova edhe Shqipëria bashkë nuk bën as sa landi unë ku jetoj. Për shembull, vetëm ajo landi ku jetoj e ka 500 miliard buxhetin vjetor, 500 miliard euro. Ku është Kosova dhe Shqipëria? Do thotë, këto janë gjëra të cilat mund edhe vetë komuniteti shqiptar, sepse disa janë ngulitur aty, disa kanë kompani të fuqishme, kanë mjete të fuqishme dhe mund të ndihmojnë këtë aspekt në identitetin kulturor. Mendoj që kjo do të ishte një zgjidhje e mirë për fatin e arsimit shqip në Evropë. Ju si jeni të ardhur në arsimin shqip në Evropë? Ato shqiptarët vetë organizohen që ta mbajnë gjallë të... Po, për gjë duhet të kesh vetë një interesim vetë në rendpor, pastaj të gjesh bashkëpunëtor ose bashkëmendimtar për të realizuar një proces që thëmë. Se si të duket edhe në Austri, ka një kohë të gjatë që nuk është mësuesit të cilët ikën në penzion mbesin të zbrazta vendet ose në një farë mënyrë shuhen. Ka ndodhur që në vjet vetëm në 2 raste, 2 kolegë që kanë ikë në penzion pas disa ditë nuk janë zëvendësuar më. Dhe kjo është një e keqe. Humbje e madhe. Sigurisht në pyetjet që ne i kemi bërë për shkak të mos interesimit të prindërve, por atë paktën ashtu na thuhet. Por të shohim, nuk mund të them se mes do të ketë, sepse do të ketë ndonjë përparim të madh për momentin, po kështu si është do të vazhdoj të jetë, të funksionoj. Natyrisht me
paraqitjen e kërkesave të reja, Drejtoria e Arsimit është e obliguar të punësoj ose të gjejë mësuesin, në bazë kritereve të cilat ata e kanë natyrisht, jo kushdo mund të jetë të digjon shqipe dhe po të jap mësim, po i kanë është kualifikime, është pastaj një vlerësim e kështu me radhë. Unë deshta të them pak sepse përveç mësimit ne kemi edhe një shoqatë të mësuesve që tani më këtë vit më shënon 15 Në bazë në Vjenë. Me seli në Vjenë, përmend, po është në shoqatë të mësuesve të vendit të Austrisë, të Republikës Austrisë, mësuesve shqiptar, quhet shoqata e mësuesve shqiptar Naim Frashëri. Për momentin jam unë kryetari i shoqatës. Sa antar janë pjesë e shoqatës? Po thuaj pjesa dërmuese e mësuesve dhe në gjithë Austrinë jemi për momentin diku në 18-19 mësues. Do thotë jo shumë, numri më i madh i mësuesve në Austri që ka qenë para disa viteve në 25. Po pastaj ky numër ka disa ikën në pension në disa lande, se Austria është një vend federativ, në njësi federale, të cilat quhen lande, në disa lande ka lëvizje, vinë mësues, dalin pension, në Vjenë, gjendja është kjo që thash më herë. Mirë, po megjithatë, një ndër aktivitetet më të rëndësishme të kësaj shoqatës tonë është organizimi i kvizit të diturisë. Këtë vit shënojmë 25 vjetore në organizimin e kvizit. Do thotë që një çerek shekulli pa ndërprerje përveç 2 viteve të pandemisë që u ndërprej gjithçka, organizojmë kvizin e diturisë, jo vetëm në Vjenë, por në vende qytete të ndryshme të Austrisë. Sa rriti përfshini fëmijët, nxënësit shqiptarë në këto? Zakonisht në këto aktivitete është në numri i përfshirjes së fëmijëve është kogja i madh. Secili mësues merr me nga 1-2 i zgjedh nxënësit më të mirë dhe në të gjitha kvizet kanë qenë diku zakonisht në deri në 16 deri në 20 ekipe pjesëmarrëse dhe të gjitha këto ne organizojmë në 2 nivele mësimi, në nivelin e nxënësve, se disa mësues kanë në ciklin e lartë, në niveli ciklit ulët dhe në niveli ciklit të lartë. Ajo që është më e rëndësishme këtë vit me 3 maj kemi një organizim në bashkëpunim edhe me një shoqatë nga Suedia dhe një shoqatë tjetër kulturore në Vjenë dhe me 3 maj tash po është diku në Facebook sepse edhe këto ministrit tash janë qas në atë aktivitet, do të jetë një festë e madhe e kvizit të diturisë në Vjenë. Unë madje po të kishit mundësinë, buxhetin e shoqata e kemi të limituar, po të kishit mundësinë të vini me 3 maj në Vjenë, ajo që mund t'ju ofroj, mund t'ju dërgoj falas edhe të shpata dhe për krenarja Skënderbeut në Vjenë, në kuadër të grupit që do të organizojë. Kënaqësi do të jetë. Do të ishte kënaqësi. Mund të merrni pjesë të përcjellim këtë aktivitet. Po, nëse jo të paktën përmes rrjeteve sociale do t'ju dërgoj ndonjë informacion të shkurtër. Sigurisht, faleminderit shumë. Edhe një diçka harrova, unë ndërkohë, si mësues jam edhe përkthyesi një librit, i cili përdoret në gjuhën gjermane dhe shqipe, është libri Ja ku jam. Dërgova regjis, nuk e di mund ta prezentoj. Ta prezantojmë, po më është një libër i të cilin shumë kolegë kanë shpashur shumë interesim dhe është shumë kogja i përshtatshëm për specifikat e mësimit plotësues në diasporë. Do thotë, pra ka shumë nxënësi e ka dhe libre në gjuhën gjermane dhe libre në gjuhën shqipe dhe plus është i ilustruar edhe me një dizajn shumë të mirë fotografish që ndihmon shumë nxënësit e vegjël, sidomos nxënësit e klasës 2, 3, 4. Edhe ju faleminderit shumë për kohën, ata një pasqyrë të qartë se si funksionon arsimi shqip në Mërgat. Faleminderit shumë për kohën dhe ju urojmë suksese në punën e juaj atje. Faleminderit shumë për ftesën. Një herë ti, duket se në fillim nuk i përshëndetëm nxënësit dhe nga S'është vonë. S'është vonë, unë dua t'i përshëndes të gjithë nxënësit e mi dhe që dëshiroj pushime të këndshme, të pushime pranverore. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe nga una ime, nikosisht i bashkangjitem me përshëndetjes së nxënësve dhe të gjithë atyre të cilët kanë dëshirë të mësojnë dhe edhe dhe të ardhmen mund të lirisht të vinë në vendet ku ne punojmë të mësojnë gjuhën anëtare shqipe. Shumë faleminderit dhe faleminderit edhe një herë nga ana ime. Shikues të nderuar, kishin të ftuar musafir 2 vëllezër shqiptar që janë mësues në Mërgat dhe biseduan për rolin dhe punën e tyre në zhvillimin e arsimit shqip në diasporë. Faleminderit për kohën, mirupafshim.